E pra të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit, lëvizjet më të fundit dhe pikërisht ngjarjet më të fundit nga artistët tanë shqiptar. Do ndalojmë të flasim për Luizelin. Luizeli është një artist i cili gjithmonë ka folur me krenari dhe me dashuri për kombin. Gjithmonë kur ka qenë të flitet për kombin, i ka dhënë një energji të bukur shkrimi që ka bërë dhe protesta realizuar ditën e djeshme në Tiranën tonë historike në shenjë respekti për Hashim Thacin dhe shokët e tij, të cilët padrejtisht vuajnë dënimin në burg. Luizeli ka shkruar një status në rrjetin e tij social në mbështetje të kësaj nisme, duke falenderuar çdo shqiptar dhe duke mbështetur çdo shqiptar i cili ka qenë pjesë e kësaj proteste. Luizi shkrua në këtë formë: "Do doja të isha aty mes atyre që sot i dalin zoti i historisë sonë, por ndoshta më shumë se prania ka rëndësi që secili prej nesh ta mbaj këtë ndjenjën brenda vetes çdo ditë dhe jo vetëm sot. UÇK nuk është vetëm 3 shkronja, por është frym, është amanet, është plagë e shenjtë që s'duhet haruar në asnjë mënyrë. Lavdia atyre që luftuan që ne të mos përkulemi kur." Luizeli në formën më të madhe dhe në mënyrën më të ndryshme edhe brenda shtëpisë së Big Brotherit ka folur për UÇK-n, ka folur për legjendën shqiptare, për Adem Jasharin, ka treguar për sakrificën, ka treguar për dashurinë e madhe të tij për Adeun dhe pikërisht dita e djeshme ishte një mesazh i cili erdhi në zë të gjithë shqiptarëve nga Luizeli për të mbështetur këtë nismë të bukur që ishte bërë në Tiranën historike, në Tiranën e kombit shqiptar, në zemrën ku të gjithë shqiptarët ëndërrojnë një ditë që ky të mbetet kryeqyteti jon, Tirana e bukur dhe jo qytetet e tjera. Dhe pikërisht kjo është arma fantastike që një artist di ta shpreh edhe në momentet kur ne të gjithë shqiptarët jemi së bashku. Luizeli në formën më shpirtërore të mundshme ka mbështetur ditën e djeshme këtë nismë, edhe pse normalisht vetë nuk mund të ishte prezent me trupin, me fizikun, ndërsa me shpirtin ishte prezent në këtë protest, që nuk ishte vetëm protest, por ishte një zë i të gjithë shqiptarëve të cilët kërkojnë drejtësinë për vëllezërit, për motrat të cilat nuk janë pjesë e përditshmërisë dhe jetës së tyre, për të shijuar këtë liri dhe për të shijuar këtë gëzim që ne po shijojmë si shqiptar nëpër familjet, në gjuhën tonë, në kombin tonë dhe duke respektuar të gjitha festat tona dhe traditat, ashtu siç ne dim t'i bëjmë më së miri, domethënë i kemi gjërat më të bukura. Dhe pikërisht Luizeli ka mbështetur po këtë nisëm në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe pse virtualisht, por ai ka treguar ndjenjen e tij shpirtërore që UÇK-n nuk e ka vetëm 3 shkronja, UÇK-n e ka çdo ditë në shpirt, për UÇK-n çdo ditë këndon dhe për ato njerëz të cilët për ato heronj, sepse nuk do t'i quajmë njerëz, për ato heronj të cilët dhanë jetën për fëmijët tanë, për ne sot që të jetojmë të lumtur e të gëzuar e të shijojmë këtë tokë shqiptare, Luizeli thotë që duhet t'i respektojmë e t'i kujtojmë çdo ditë dhe jo vetëm në protest. Ky është Luizeli, ne do të takohemi pas pak me një super lajm tjetër të radhës.